ka dhënë dorëheqjen dhe heqjen e imunitetit. Lulzim Basha ka dorëzuar imunitetin. Ndërsa Lubi Balluku as nuk jep dorëheqjen, as nuk shkarkohet, si të shkarkova unë Ilir Usmajlin. Po, absolutisht, ju them ju, me dokumenta. Tjetër punë se në një akt njerëzie, unë njoftua si dorëheqje. Jo, nuk ishte dorëheqje. Sepse i vllajti, cilin unë e njihja vllajin e tij, i vllajti ishte kryetari i dhomës eksportov ose diçka kësaj natyre. Kishte bërë presion ndaj drejtorit të përgjithshëm të burgjeve për një tender. Dhe kishte kërcënuar atë. Ai e kishte regjistruar. Drejtori ishte njëri i ndershëm vërtet. Dhe e kishte regjistruar. Ku i vllai përmendte ministrin. Dhe ministri, në vend që të denonte vllain e tij, që i kishte përmend emrin, shkarkonte drejtorin se kishte regjistruar. Dhe unë shkarkova ministrin.